Divorci mbetet një nga problemet më të mprehta në shoqërinë shqiptare në vitet e fundit. Pasojat dhe problematikat që ai sjell janë të prekshme dhe përbën një shqetësim në rritje. Avokate Drita Aga në një intervistë të dhënë së fundmi thekson se përpara se të flitet për këtë fenomen duhet kuptuar thelbi dhe koncepti i martesës. Sipas saj, martesa kërkon një vizion të qartë mes dy personave, si dhe ndërgjegjësim për detyrimet dhe përgjegjësitë që mbart. Problemin më të mprehtë të shoqërisë shqiptare në fushën familjare. Përpara se të shkojmë te divorcet, unë kam dëshirë të shpreh mendimin tim të akumuluar gjatë viteve, sidomos pas vitit 90, për konceptin e lidhjes së martesës. Martesa do një vizion të qartë midis dy personave në çift, se cilat janë detyrat e saj. Dhe ky vizion duhet krijuar tashmë qysh në moshën kur brezi i ri e percepton të ardhmen e vet në një martesë që konsolidon jo vetëm lidhjen midis partnerëve, po dhe fëmijët që do sjellin në jetë dhe rëndësinë dhe qëllimet që duhet arrijë familja, por do një kulturë dhe edukat të saktë e cila duhet jepet. Për mendimin tim, qysh në shkollat 9 vjeçare, sepse ka dhe raste të tilla që martohen vajza të moshës 16 vjeç, sidomos në zonat rurale, po dhe në arsimet e përgjithshme ose profesionale. Ne deri tani nuk kemi një tekst për familjen, nuk kemi një program për familjen, nuk kemi qoftë edhe OJF apo programe të veçanta shkollore që të thonë cila është familja dhe cilat janë bazat serioze të krijimit të një familje. Një problematikë e tillë e lidhur pikërisht me mënyrën se si konceptohet martesa shpesh çon në divorc. Vitet e fundit numri i divorceve ka ardhur në rritje dhe shkaqet që çojnë drejt tyre janë të shumta, kryesisht emigracioni dhe ana ekonomike. Referuar kësaj situate, sipas avokates Agaj, Vlora renditet e dyta pas Tiranës për numrin e divorceve. Tani është shumë herë më i madh. Dhe po të krahasosh me numrin e lindjeve, prap ka një diferencë shumë të madhe. Pra, kalojnë pothuajse në të njëjtin plan. Rritet numri i divorceve, jetëgjatësia e familjes ulet dhe lindshmëria gjithashtu është më e vogël. Dhe po të them, lidhur me këtë aspekt, Vlora që ka emigrim shumë, që pothuajse gjithë kryetarët e familjeve kështu luftojnë për të dalë jashtë shtetit për të sigurojë të ardhura, ky numër vjen pas kryeqytetit, pas Tiranës dhe është alarmante. Për sa i përket çifteve dhe moskuptimeve të tyre, e para është ana ekonomike. E dyta është mos përgatitja psikologjike e çiftit për vështirësitë se familja vërtet të disiplinon, të jep një disiplinë spartane, të bën më të përgjegjshëm e tjerë, po ka dhe problematikat e saj dhe çifti ngelet zbuluar që në hapat e para me moskuptime. E dyta, njohja e cekët, njihen shumë cekët, dhe tani po të them, 70% të njohjes së çifteve nuk e ka përmbajtja, po e ka ana vizuale, janë ato dashurit me shikim të parë, dhe vrapojnë. Dhe aq të vuajtura janë ato dashurit me shikim të parë, sa edhe ana femrore i vuan me shpenzime të mëdha se do të jetë sa më shumë e paraqitshme që ta pëlqej partneri tjetër. Pasojat e divorcit janë mjaft të mprehta. Avokatja Agaj konfirmon se janë fëmijët ata që e vuajnë më shumë këtë proces, duke përjetuar pasoja emocionale dhe psikologjike që ndikojnë deri në formimin e tyre si individ. Atëre, pasojat e zgjidhjes së martesës gjithnjë i vuajnë fëmijët. Fëmijët duhet kenë prioritet. Janë interesi parësor që duhet kenë të dy prindrit për fëmijët që kanë sjellë në jetë. Mirë po, mund të sjelli lehtësi për çiftin, sepse mos kuptimi, ana psikologjike, sulmet fizike, etj. Mund të krijojnë probleme në çift që pasqyrohen dhe tek fëmijët, po për fëmijët është një vuajtje e vërtet. Se dhe cilat janë dy pikat më të rëndësishme, është se zakonisht kujdestarin e fëmijëve minoren e merr nëna,
e cila ka probleme të mëmësisë dhe të pasgjithshme për fëmin, kur janë në fazën e fillimit të krijimit të psikologjisë së tyre dhe duan afërsinë e nënës, kurse baba i caktohet një ditë takimi për fëmin minoren. Kjo është në më të shumtët e rasteve, kur gratë nuk kanë probleme të shëndetit mendor, apo nuk kanë kryer vepra të turpshme, apo nuk janë futur burgjeve. Pra, gjithsesi, gjykatat veprojnë që fëmijët minoren t'i mbajnë nënat, por çfarë ndodh? Në vend të krijohet një shoqëri dhe miqësi që të vazhdojë në çift kujdesin ndaj fëmijëve, për çudi krijohet një armiqësi e hapur për vetë mospërmbajtjen, mosadykimin, mungesën e kulturës dhe për mendimin e cekët që i bëjnë dhe në sy të fëmijëve, që fëmijët i vuajnë dhe lemerisen në këtë drejtim. Gratë i luftojnë duke mos ju dhënë ditën e takimit dhe merohen përmbarimeve, zyrave përmbarimore, kurse meshkujt marrin hak në pagesën e pensionit ushqimor, ku kemi me dhjetra raste tani që dhe i denoncojnë në prokurori dhe sërolaten zyrave të përmbarimit. Prandaj, unë them me gojën plot, kujdes o prindër, jeta nuk është juaja, por jetën, si e sillni në jetë, duhet të kujdeseni të dy së bashku, se nuk ju kanë faj fëmijët, ju ka faj mos formimi juaj dhe nxitimi juaj. Divorci mbetet kështu një problem i shoqërisë shqiptare, një fenomen në rritje që po ndikon negativisht edhe tek brezat e rinj dhe në konceptin e familjes.